Tani këtu në Shkodër, gjithë kjo ka i domethënie shumë të veçantë. Sepse sot, fatmirësisht, fal jush në radhë parë, dhe fal shumicës qytetarëve të Shkodrës, ne nuk jemi më në pozitën, unë nuk jam më në pozitën që të vi këtu, si që ka marrë shumë herë, gati me Iran gjujnë shkodranve, me ju lutë duke i thonë aman mërë, po ma besoni mërë një herë të vetë me këtë punë t'ju them dhe t'ju tregoj se qarë di me bo, pastaj gjykoni vetë. Po një herë mërë, sa herë ja besun Kënetës, zhytu më thellë, e voto më shumë për Kënetën, zhytu më thellë edhe më shumë për Kënetën, zhytu më thellë, desh zoti madh, fal jush prapë them, se unë e di që ka qenë një konspiracion juj që i keni bërë burrat që hajde i herë të shkojmë, ta provojmë një herë këtë rrugë tjetër, se vdiqëm duke përsërit të njëjtën gjë e duke besuar se do marrim rezultat tjetër, nuk ndof. Ne sot kemi mundësi t'ju themi të gjithëve që në 2 vjet, vetëm në 2 vjet, ne kemi bërë për Shkodrën sa që nuk është bërë në të gjitha vitet e më pashme të marrës bashku. Madje, akoma më keq për ata, sepse në 2 vjet ne kemi ndërtuar sa kemi mundur, po s'kemi bërë as i dëm. Ndërkohë që në të gjithë vitet më pashme, ata kanë ndërtuar noc rrokun dhe kanë bërë vetëm dëme. Po nuk është vetëm Shkodra, se këtu s'flasim vetëm për Bashkinë e Shkodrës, po unë jam i fiksuar me Bashkinë e Shkodrës, sepse këtu e kam pas edhe kunjën më të madhe që fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Fiton gjithë Shqipërinë, hajde këtu hum. Edhe duke qenë se kam edhe gjyshen ndjes pas shkodrane katolike që më ka pakzu dhe mu katolik, më vinte plasja, thosha, mor qarë kanë këta me mu.